për mua, si një dikush që është lind LDK, që është rrit me LDK, që nuk ka ndërmend të bëj karrierë politike asnjëherë në asnjë parti tjetër politike, do të ishte tepër e vështirë që nesër, pas nesër dhe pas 10 vjetëve të dalë të arsyetoj sot një akt të tillë që e bëjmë sot. Si do të arsytojmë pas 5 vjetëve, si do të arsytojmë pas 10 vjetëve, kur edhe një kandidat, edhe një kryetar tjetër mund të mos pas rezultatet që i presin gjithë. Hajde po him shkarkojmë një kanjera. Së ndërtohet kështu kohezioni, nuk ndërtohet kështu solidariteti i brendshëm, i domosdoshëm brenda grupit për me fitu. Mirë, po, shumë po flet për mënyrën, ndërkohë të tjerët mund të kërkojnë rezultate, mund të kërkojnë përmbajtjen. Nuk është tek forma fort e rëndësishme, sa është përmbajtja. Çka është zgjidhja o Gjaf? Pas kësaj, kush mund ta veç LDK-n? Unë mendoj që një prej probleme më të mëdha edhe me këtë iniciativë aktualisht është fakti se nuk ka qartësi se kush do ta udhëheqë LDK-n. Nëse ne po e shkarkojmë LDK-n, po e lëmë ku? Te kush? Po e krijojmë edhe një pasiguri tjetër për LDK-n dhe për anëtarët e LDK-s në një proces kur ne mundim me hyrë në zgjedhje. Nga 6 gushti, kur konstituohet kuvendi, 60 ditë, ose duhet të formohen institucionet, ose do të shkojmë në zgjedhje. Dhe ne po krijojmë një farë grupi, sipas tyre, i cili do të udhëheqë LDK-n deri në zgjedhjet e brendshme, po pastaj cili është fati i LDK-s? Kush do ta marrë përgjegjësinë për zgjedhjet e tjera që mundën me kanë pas 2 muajsh, domethënë pas 6 gushtit kur është dita që është caktuar mbledhja e konstituve e kuvendit, kush do ta marrë përgjegjësinë? Që ky grup i 3 vetëve, ato marrin këta përgjegjësinë pastaj për rezultatin që mundet me pas LDK-ja në zgjedhjet e ardhshme nacionale?